Po si ta dim na a jemi të sinqert? Shumë kollaj e ki me bo matjen të vetvetja jote. E para që duhet ta dish është të thuash të vërtetën edhe kur është kundra teje. Prej sinqeritetit madh, ta thuash të vërtetën edhe kur ty nuk të pëlqen, edhe kur është kundra teje, së është urdhër kuranor. Saqë që ta jetë të nderuar vëllezër, Universiteti i Harvardit e ka vendosur në hyrje të tij dhe ka thonë ajet kuranor që ka thonë të thuash të vërtetën edhe kur është kundra teje. Pra çaq kërkon Islami sinqeritet, saqë ta luftosh edhe vetveten tonë. E dyta, e ke dhënë premtim ta mbash premtimin. Jo të mashtrosh, jo të rresh. Është bërë rëna normale. Është bërë rëna diçka hiç pa marrë. Të thot, pe bëjmë që ta, prit se po bëhet, po s'mujt ai. Po mo bre mos rraj bre. A vjedh besimtari, ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë vjedh. A mashtron, se hutohet, vjedh në erë, e kap diçka, pa djeni, me djeni, e kap diçka. A mashtron, në erë mashtron. Ama a rën besimtari? Nuk rën, ka thonë besimtari. S'ban me rajt besimtari. Se edhe besimtar, edhe rëncan, nuk munden me shku e dyjat bashk. Të mos e tradhtosh besimin e tjetrit. Dhe të jesh i pastër në qëllime dhe në veprime. Pra nëse i ki qëto, atër je i sinqert. Po nëse çalon prej njonës, prej këtyna, apo dyja, treja, ku ta dijune, atëherë kontrolloje vetveten dhe shëroje vetveten, sepse çështja e sinqeritetit është zhdukët e ti. Apo ka fillu mu zhdukët e ti, apo është vetëm një pjesë e sinqeritetit.